një tjetër çmim, Superwoman i vitit. Jepet zonjës Silvana Vinjali për kontributin e madh në ofrimin e shërbimeve sociale për fëmijët e të rinj me aftësi të ndryshme në qytetin tonë. Po, patjetër. Gjithashtu një tjetër çmim i jepet edhe zotit Kujtim Alia me motivacionin për punën e madhe në organizimin e aktiviteteve kulturore për fëmijët të qytetit tonë. brenda dhe jashtë vendit. Kishit përshtuar 2 fjalë, patjetër. Jam i lumtur që në emër të Silvana Vinjali, që është themeluese e shoqatës Projekti Shpresa, të pranoj këtë çmim, edhe njëkohësisht ju përcjell edhe një lloj falënderimi nga ana saj. Ka lënë 2 fjalë. Falenderoj me gjithë zemër shoqatën Dhe Dorë në personin e presidentit Kastriot Faci për vlerësimin që ka dashur të bëj mbi punën e shoqatës Projekti Shpresa. Kjo punë nuk do të ishte qenë e mundur së pari pa ndihmën e Probanis, që nëpërmjet shumë personave, shumë pikave, shumë njerëzve që cilët shumica nuk i njohim, por kanë bërë një det solidariteti që ka mbritur deri në Shkodër. Dhe së dyti pa ndihmën e institucioneve shqiptare, atyre fetare, laike, e qytetarëve që kanë bërë që të mos i mungoj kur personit Silvana Vinjalit, si dhe Projekti Shpresa, asnjëherë respekti dhe ndihma atyre edhe në ditët më të vështira për shqiptarët. Edukatorëve, gjithë formatorëve, bashkëpunëtorëve dhe miqve shqiptar, një falënderim mirënjohës në emër të fëmijëve dhe të rinjve tanë dhe të anëtarëve të shoqatës. Faleminderit në pritje të falënderimit përfundimtar që do të vijë vetëm për hyjit. Gëzuar Krishtinët dhe vitin e ri. Faleminderit. Falenderoj zotin Kastriot Faci për këta aktivitetet bukura që ka kriju, për krijimin e shkollës hapur, edhe njëherë falënderime më të përzemërta të zotit Kastriot. Si të mos bëhemi të bezdishëm, edhe unë falenderoj organizatorët në mënyrë të veçantë dhe gjej rastin për të premtuar që do të vazhdoj të kontriboj për brezin e fëmijëve të qytetit tonë më gjerë. Faleminderit. Mirë, ju falenderojmë gjithë që ishit pranishëm edhe i gëzofshi çmime, shpresojmë edhe shumë çmime tjera. Faleminderit. Suksese në punën tuaj dhe sa më tepër kontribut për qenien më të pastër në botë që janë fëmijët. Faleminderit. I përcjellim Eduard Trukitja.